Vota si traditë familjare, pjekuria e lënë me qira. Në Shqipëri mosha është detyrim, nga 18 e lartë je gati për të votuar, për të martuar, për të marrë kredi dhe për të bërë status në Facebook që fillon me koha do e tregoj. Por pjekuria, ajo që kërkon logjik, kujtesë dhe një dozë të vogël dinjiteti personal, duket se është bërë me pagesë mujore, si një Netflix që kur nuk shikon, por vazhdon e paguan. Që prej rënjes së komunizmit, po të mos e dini, ka rënë, thonë, shqiptarët kanë kaluar në demokraci, një fjalë e bukur që këtu përkthehet voto të njëjtin, ankohu për të njëjtin, haro çfarë të bëri i njëjti. Sepse me sa duket, ndjenja e nostalgjisë për të njëjtin politikan është më e fortë se kujtesa për premtimet e pambajtura. Zgjedhjet si ritual kombëtar i mungesës së kujtesës. Çdo 4 vjet ne veshim rrobat më të mira të propagandës dhe i drejtohemi kutisë së votimit si pelegrin që shpresojnë në një mrekulli. Të njëjtët emra, të njëjtat fytyra, të njëjtat premtime. Duket sikur i vetmi ndryshim është që tani u bëjnë reklamat me dron dhe TikTok, sepse ndryshimi është në montazh, jo në përmbajtje. Po si nuk na shkon mendja, për shembull, që një njeri që ka qenë në pushtet për 15 deri 20 apo 35 vjet nuk është më shpresa e re e Shqipërisë, por është ndoshta pjesë e problemit. Apo mbase thjesht kemi një dashuri të thellë për traumën kolektive dhe qeveritë abusive, si ai që nuk ndahet dot nga partneri që i thot çdo ditë këtë herë do ndryshoj. Populli i ndjeshëm ndaj zërit të ngjirur. Ajo që i bën këta politikan të pasvendësueshëm nuk është ndonjë plan strategjik për zhvillim ekonomik, por zëri i fortë, gishtat që tundin në studio televizive dhe aftësia për të bërë moral kombëtar, kur duhet të jepnin llogari penale. Dhe populli, me një dashuri që se ka as për flamurin, tund kokën dhe thot, po e thot mirë ashtu është. Çdo tentativë për t'i votuar ndryshe shikohet si tradhti kombëtare, sikur vota nuk është një zgjedhje, por një trashëgimi. Voton gjyshi për atë parti, voton babai për atë parti, po si mund të mos votoj edhe djali? Shtëpia mund të jetë me qira, por partia është për jetë. Pjekuria si opsionale. Në fund të ditës, Shqipëria ka shumë njerëz që kanë moshën për të marrë përgjegjësi, por pak që kanë dëshirën për të menduar me kokën e tyre. Jemi shoqëri që i ngatëron plakjen me mençurinë dhe votën me besnikëri servile. E ndërkohë që bota ecën përpara, ne ecim në rreth, por të lumtur që jemi të pjekur nga mosha. Nëse 35 vjet nuk mjaftojnë për të kuptuar se ke votuar gabim, ndoshta problemi nuk është tek politikanët, por te pasioni ynë i sëmur për të qeverisur nga ata që na shkatërrojnë me zell. Me premtime dhe me një karizëm provincial që mbieton fal harresës son kolektive. Sepse fundja në Shqipëri politika është si seriali që e ndjek vetëm nga zakon, e di që është kot, por nuk e lë dot.